qeverisje transparente dhe punësim me merit. Në veçanë që 23 vite pa qenë militant i partisë në pushtet, apo për krahas i tyre nuk mund të punësohesh në asnjë sektor, as në arsim, as në shëndetësi, as në administratë publike dhe as një sektor tjetër që e menaxhon komuna. Edhe do për këtyre çështjeve thash edhe një herë që u kthehemi, jemi ka flasim për paraqitje të pjesëve kryesore të programit zotëri Prekolla, 3 minuta tuaj edhe programit PDK-s. Faleminderit lart dhe programit që na dha mundësinë që të shpalosemi para qytetarëve të Deçanit, të cilët janë kryesorët që do të japin versionin final në 12 tetor dhe po e nisim një debat me një refuzim dhe një dorëzim në kuadër të këtij debati. Unë si Edmir Prekolla vi me një vizion shumë të thjeshtë dhe të qartë për një Deçan pa borxhe, pa nepotizëm, një bujqësi të zhvilluar dhe një turizëm që sjell vende të reja të punës. Partia Demokratike e ka bazuar programin e tij qeverisës në disa shtylla, ku shtyllat kryesore janë pjesa e zhvillimit ekonomik, kemi të bëjmë me pjesën e infrastrukturës, pjesën e bujqësisë, shtyllë kryesore e zhvillimit të Deçanit, kemi të bëjmë me një administratë transparente që do të jetë me Partinë Demokratike, kemi të bëjmë me bashkëpunim me shoqërinë civile dhe një arsim dhe investimet e reja në arsim që do t'i modernizojmë dhe do t'i rregullojmë infrastrukturat e shkollave. Do të kemi fokus të veçantë në pjesën e turizmit, sepse Deçani ka potencialin më të madh për zhvillimin e turizmit. Një bujqësi të zhvilluar ku fermerët do të kenë përveç subvencioneve do të kenë edhe përkraje në aspektin dhe sigurimin e shitjes së produkteve të tyre, sepse fermerëve të Deçanit nuk ju duhet vetëm nxitje për të zhvilluar dhe për të prodhuar, por ju duhet edhe siguri e shitjes, që do të jetë një nga shtyllat kryesore dhe një prioritet i imi si agronom dhe i kësaj fushë për fermerët e Deçanit si një siguri e plotë për prodhimet e tyre dhe shitjet e tyre, një arsim të qëndrueshëm, një turizëm që do të rizgjenerojë vendet të punës dhe një përkraje të bizneseve lokale dhe çdo biznes lokal i cili do të krijojë vendet e punës, do të ketë lehtësime në aspektin e taksave dhe do të ketë të gjitha shpenzimet të hequra që janë në nivelin komunal, vetëm që ata ta zhvillojnë Deçanin dhe rinia ta shëveten në Deçan dhe jo jashtë Deçanit ose në vende tjera të Evropës. Me insistim të regjisë kemi bo një farë ndryshimi taktik, zotri Demalia ju shvendos në të djathtimen. 3 minuta tuj jemi ka flasim për shpalosit prioriteteve themelore në programet cilin jeni ka e kërkoni votën e qytetarëve. Po, Leart, faleminderit. Unë fillimisht do të fokusohem të kjo që ka po ndodhë. Edhe ne të 4 që jemi këtu, kemi fushat zgjedhore, edhe na presin shumë qytetarë dhe kem lënë agendat tona që t'jemi para publikut Deçanas, para votuzve tonë, është pa përgjegjësi totale edhe kjo e zonjë skuqi në këtë rast, për shkak se unë personalisht nuk e di, s'flas në emën të kolegëve tjerë, nuk kam ardhur këtu për me debatu ose për programin ose për zotin Ramosaj, po kam ardhur personalisht dal me programa të sqarohem para qytetarit Deçanas pse duhet më na qit votën. Nuk kam ardhur për me u ushty me kërkon, nuk bëj fushat për zotin Ramosaj, as kundër fushat, se nuk është në nivelin tam, po unë bëj fushat me ekipin tim për fitoren që do të pasoj me 12 tetor. Kështu që i lutem i drejtohem votuzve Deçanas. Me 12 tetor zgjidhni kryetarin tuaj. Zgjidhni ata që e din si kam ja kajt hallin qytetarit. Zgjidhni ata që del para juve ose cili kam ju prit në zyre. Si do t'ju drejtohet ai juve, apo ajo në këtë rast, se s'po du për me shkel drejtën e kërkujt, po në rastin konkret, cili kam ja u kajt hallin mas miri, cili kam ju pritë dhe me cilin keni me mujt me bashkëpunu mas afërmi. Kjo është e drejta e juve qytetarë ta vendosni me 12 tetor edhe gjithë ata që ikin publikut, ikin debatit, në emër mos punës apo veprimit tyre që është thjesht personal dënoni me votë. Unë do të vazhdoj me pjesën tjetër, e kom 9 shtylla të programit, se mos marr kohën për qetë se e kem kufizume, demokraci dhe transparencë. Është kak se komuna e Deçanit e ka performancën më të dobët në Kosovë. Pjesëmarrja e qytetarëve, 10% e buxhetit qytetarëve do të vendosin qytetarët. Ekonomia dhe punësim do të subvencionohen krejt sektori i bujqësisë në rrethana të barabarta, se mora kohën aty. Rinia është në fokusin ton kryesor, i dini problemet që për çdo ditë jo qendra rinore, ato jo shkelje drastike ligjore,
e shëndetësia. Kemi me përmirësu qendrën kryesore të mjekësisë familjare me pajisje moderne edhe staf kualifikum, mjedisit dhe infrastruktura, dijen problemet e ujit, kanalizimet, po dhe pjesë tjera, ndërtimet me leje, po leje në qytet. Kemi me pas barazin për fatësim. Kjo është çështja kryesore, 50-50 kemi promovu dhe do të bëjmë projektin tonë bashkë me kolegët, edhe jemi marrë vesh që do t'jetë përfatësimi gjinor në këtë rast. Kemi agrokulturën Deçani në Gjelbër, nga bjeshkët në treg, si dhe diasporën që është zemra e Deçanit, sepse kemi më të ofër gjysmën e qytetarëve Deçanit që jetojnë diasporë. Do të fokusohemi pjesën tjetër kur Absolutisht, do prej çështjeve kufizimi kohës ka ma shumë të bëjë me trajtim ferë. Ma shumë ka të bëjë me trajtim ferë, se sa me tentu me kufizu mendimet, po në do prej pikave edhe ashtu besoj që kalojmë edhe me çka jam ka detyro me fillu debatin në shumicën e komunave në Kosovë, është i cilësi edhe kanalizimi, thjesht si ATV kemi marrë një farë qa me i thonë, misioni mi detyru njerëzit me përëmtu që në 2030 që nuk ka me folë mo për kanalizim njerëzit të shtëpia uj edhe kanalizim kanë me pas a ka vlerësim mrena seri programit LDK zotri Mushkolej për so kilometra gypa ka nevojt cilat katune janë pa kanalizim a mshelet me paret komunës nëse po kur 2 minuta. Po i dajmë dy ata me folë për 2 temat, në mëndaj që du të më ne papsin pak ma shumë nëse folim për 2. Nëse bashkë për pak s'kritemi për 40 sekundë. Para, sa i përket se